Nata e ndrimit të viteve në Kukës u pritë mes emocionit dhe dritës së fishekëzjarëve që ndriçuan sheshin kryesor të qytetit. Qindra qytetarë u mblodhën për të numëruar së bashku sekondat e fundit të vitit, ndërsa qielli shpërtheu në ngjyra e shkëlqim. Përveç fishekëzjarëve të organizuar, nuk munguan as mjetet piroteknike që u hollën nga të pranishmit, duke shtuar atmosferën festive dhe zhurmën karakteristike të fillimit të një viti të ri. Autoritetet vendore dhe forcat e rendit ishin të pranishme gjatë festimeve, duke bërë thirrje për përdorim të kujdesshëm të mjeteve piroteknike. Pavarësisht disa shpërthimeve sporadike pranë turmës, nata kaloi pa incidente serioze dhe pa të lënduar të raportuar. Festimet e ndrimit të viteve në Kukës përfunduan rreth orëve të para të mëngjesit, ndërsa qyteti u zgjua me urimet e para të vitit të ri 2026.